Gazetari Ertan Hoxha për çmontimin e rrjetit të kokainës gjatë operacionit me antimafian italiane, ku baza e bandës ishte në Durrës, thotë se regjia qendrore ka funksionuar dhe koordinimi mes dy vendeve ishte fantastik. Nga studio e MCN ai deklaroi se sipas dëshmisë së Nureddin Dumanit, arriti të mbetej gjallë vetëm se jetonte tek lagja e Troplinëve. Sipas tij, në mandatin e tretë të qeverisë Rama, ky grup ka marrë fuqi të jashtëzakonshme dhe se kishin ndikim të madh deri tek emërimi i drejtuesve kryesor në zonë. Ai shtoi se ky grup ka lidhje shumë të forta me fijet e pushtetit. Grupi më i fortë është ai që nuk i del emri. Troplinëve nuk është se nuk i kishte dalë emri, por rezistuan gjatë pa ju dalë. Nga niveli 0 arritën në maj dhe kur arrin në maj, fillon disheza. Goditja e tyre është sukses. Për herë të parë kemi goditje të këtij niveli dhe për këtë meritën kryesore e kanë autoritetet italiane. Për autoritetet italiane, troplinët nuk janë të panjohur. Ata kanë 25 vjet që i njohin. Nuk na thuhet kë kanë kapur, kush është Koka. Si mund të jetë Andi Çoba kreu i grupit, kur Koka është Ervis Doçi? Andi Çoba nuk mund të jetë shefi i Ervis Doçit. Është si të thuash që shefi është Roja. Na u servir se u lëshuan 52 urdhër arreste dhe nuk na u dha lista kë kanë arrestuar, kush janë drejtuesit kryesor. Tek provat u servir një shumë që është kapur 3 milion euro. Ajo shumë është kapur një vit më parë në banesën e Fatmir Troplinit. Janë të vjetshmet ato, nga vjet deri si vjet çka ka ndodhur. Dosja italiane në krye të saj ka datën kur autoritetet italiane kanë firmosur vendimin e gjykatës dhe data thot 21 shkurt 2025. Kemi parë në operacione të tjera që koordinojnë me italianët edhe me shpejtësi. Pse autoritetet tona kanë pritur 3 muaj? Pse lejuan që të ndihet kaq fort në fushatën elektorale grupi i Shkozetit? Si është e mundur që nuk u veprua dhe nuk hetohen për krim zgjedhor? Në fakt, këta kanë zgjedhur me vota dërmuese deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Kjo është pjesë e cirkut. Edhe nëse ja heqin këtij deputeti mandatin, këtë mandat do e marrë një tjetër deputet i listës. Pse duhet të qëndronin 3 muaj? Pse duhet i lejonin të merrnin pjesë në zgjedhje? I vetmi justifikim është se mazhoranca ka marrë aq shumë mandate sa ndihma e këtyre nuk vlente. Ta e kanë bërë punën e tyre dhe duke treguar ndikimin e tyre. Vitin e kaluar ku ka shkuar Renea atje, ka ndenjur 6 orë dhe nuk hynte dot për kontrollin e banesës. Ka ndenjur tek dera dhe nuk hynin dot brenda. Pasi hyn brenda, ta gjetën fuqin me 3 milion euro. Dhe ata thanë se është fitim i lishëm nga një prej kompanive më të mëdha të Polaris në vend. Ajo është ndër reklamat kryesore aktualisht. Atje u fut vetëm një emër i Miri Pojës apo Fatmir Troplini dhe nuk u përmend asnjë emër tjetër. Po të qendërhyrje para zgjedhjeve, mandatin e tretë të qeverisë Rama ky grup ka marrë fuqi të jashtëzakonshme. Si është e mundur që autoritetet tona nuk kanë pasur asnjë reagim në 4 vitet e fundit? Si ka mundësi që nuk është bllokuar më kokainë? Në Shqipëri e dinte i madh e i vogël se kush kishte ndikim të madh në zonë, deri tek emërimi i drejtuesve kryesor në zonë. Madje është folur deri në emërimin e drejtuesve të lartë. Pyetim do të shkojë deri në fund, do shkojë deri lart tek zyra e kryeministrit. Avantazhi që ka patur grupi i Troplinëve është se nuk ka qenë asnjëherë në sulm, por kanë qenë në mbrojtje, edhe në botën e nëndeshme. Kreu i grupit as mbiemrin nuk ka Troplini, por me vazhdimin e grupit morën vetëm mbiemrin. Troplinët kanë marrë projekte të rëndësishme nga kryeministri. Ne kemi parë një aleancë të Shullazit, Vis Martinaj kundër Troplinëve. Sot nuk është kapur kreu i grupit Ervis Doçi që është visi i Pojës. Ai lëvizte me eskortë mjete të jashtëzakonshme dhe kishte të njëjtin nivel mbrojtës sa kryeministri dhe kreu i SPAK. Dhe Xhevdet Troplinit, i cili njihet sot si themeluesi i klanit Troplini, nuk ka asnjë mas sigurie, është qytetar dhe biznesmen i lirë, tha ai.